nga data kur kemi datën e lindjes së drejtës, gjithsesi caktohet në bazë të kontributeve që ka dhënë gjithsecili dhe nuk mund të jetë asnjëherë më i ulët se sa pensioni social, që bëhet fjalë për një kategori të cilët nuk vërtetojnë që kanë plotësuar 15 vjet sigurime shoqërore. Dhe në ligj është përcaktuar që pensioni bazë apo pensioni minimal që caktohet nuk mund të jetë më i ulët se sa një pension social që sot është në masën 9.710 dhe duke filluar që nga nesër është 9.953 lekë. Për të rikthyer atëherë tek çështja kryesore për pensionistët, pensioni në qytet urban, pensioni urban, përfitimi ishte rreth 5.000 lekë të vjetra me llogaritjen që sapo that pak më parë. Po për ata në fshat, edhe kush përfiton, kush është pensioni më i ulët dhe më i lartë, pra sa shkon nga më i ulti te më i larti me këtë 2.5%? Nëse do të flasim për pensionet rurale, gjithmonë bëhet fjalë për pensionet e caktuara para 31 dhjetorit të vitit 2014, sepse pas janarit nuk e kemi më konceptin urban dhe rural, por pensionet që janë caktuar para asaj date dhe normalisht vazhdojnë të gëzojnë pensionin deri sot përfitojnë, po them, një pension minimal 12.248 lekë, ose kjo kategori pensionistësh ka një pension mesatar, po flasim një pension mesatar rural, që është rreth 11.000 lekë, dhe e indeksuar me 2.5 do jetë diku aty në 300 lekë, po them, që përfitojnë pensionet rurale minimale. Gjithmonë ne po flasim për pensionin mesatar ose pensionin minimal, por kuptohet që ka dhe pensionet të cilat janë caktuar më të larta se sa pensioni minimal apo se pensioni mesatar. Unë do të bëja një korrigjim të vogël, se ju thatë në fakt që këtë vit është llogaritur nga Instat më i ulët se sa vitin e kaluar. Po ishte 4.1 vitin e kaluar. Ka qenë 4.1 pikërisht sepse ligji parashikon dhe është një detyrim ligjor i Këshillit të Ministrave që nuk mund të tolerojë as ta jap më të lartë dhe as më të ulët se sa ajo që përcakton ligji. Ligji parashikon që llogaritet koeficienti i indeksimit në bazë të rritjes së çmimeve të disa produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Po them kryesisht të shportit që përcaktohen këto produkte dhe këto shërbime nga Këshilli i Ministrave. Nëse inflacioni gjatë kësaj periudhe ka qenë më i ulët vërtet se 2.5, por pikërisht duke marrë inflacionin apo rritjen e çmimeve të këtyre produkteve rezulton në masën në 2.5%. Dhe jo se është favorizuar apo është disfavorizuar në krahasim me vitin e kaluar. Vitin 2024 kur është bërë llogaria nga Instat, pikërisht për këtë ka qenë 4.1, ose në vitin 2023 ka qenë 8.6 dhe po të rikthehemi vit pas viti, janë koeficientë ndryshëm për vite ndryshe pikërisht për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore dhe shërbimeve të përcaktuara këto nga Këshilli i Ministrave. Që thotë kemi një inflacion më të ulët gjatë kësaj periudhe, normalisht kemi dhe një koeficient indeksimi më të vogël. Nuk ka të bëjë me rritjen e pensioneve, nuk ka të bëjë, ka thjesht një indeksim, një detyrim ligjor. Këshilli i Ministrave çdo vit në 61 ligjit e detyron që pikërisht në bazë të këtyre treguesve të përcaktojë dhe koeficientin e indeksimit. Po rritja e pensioni apo po them ngushtimi i diferencave në masën e pensionit janë problematika të tjera të cilit me dijen time Këshilli i Ministrave është ndërgjegjësuar, ka kohë që është ndërgjegjësuar dhe po vazhdon reforma për të bërë përmirësimin, sepse po them këtë vit ne kishim edhe në muajin korrik koeficientët e indeksimit të pagave për efekt të masës shëndetësore të pensionit që ishin 9.3%, që rezultonte nga raporti pagës mesatare me pagën mesatare të vitit korrent. Dhe pikërisht ky indeksim në masën 9.3 duke shtuar edhe koeficientin e indeksimit të pensioneve 2.5%, do të thotë që pensionet e caktuara pas janarit të vitit 2025 kanë një rritje, po them, krahasim me vitin e kaluar rreth 10%. Edhe reforma që unë e shpjegova, që ka të bëjë me njohjen e vjetësisë në punë, për gjithë personat e siguruar nga mosha 18 vjeç deri në vitin 91 për banorësit e fshatit, 92
për ish ndërmarrje bujqësore apo 93 për banorët e qytetit dhe llogaritja e bazës së vlerësuar për këtë kategori si specialistë të mesëm, që thot me një pagë referuese më të lartë, bëjmë pikërisht rritjen e masës së pensionit dhe rritjen e shkallës së zëvendësueshmërisë midis së pagës dhe përfitimit. Zoti Hashimi, për ta parë me shumë optimizëm, duke qenë se kjo nuk është vetëm për një muaj, po normalisht për gjithë vitin rritja, mesatarisht i bie që një pensionist me pension mesatar për një vit shtesa është diku te 6.000 lekë të reja. Apo gabuar? Po. Kjo është e vërtetë që do kemi një shtesë kësaj natyre, por gjithsesi unë do të theksoj që nuk është rritje pensioni, është një indeksim i pensioneve, është një bazë ligjore që Këshilli i Ministrave në zbatim të ligjit përcakton nëpërmjet strukturave të veta pikërisht rritjen e çmimeve. Nëse çmimet janë rritur në masën 2.5%, normalisht edhe pensionet do të rriten në masën 2.5%. Nëse do t'i referojmë, po them, strategjisë të qeverisë për periudhën 2025-2028, është folur në fakt edhe për diferencim të indeksimit të masës së pensionit. Po them, pensionet më tuta të indeksohen në një shkallë më të lartë se sa pensionet e larta. Nuk mund të indeksohet një lloj si një ushtarak edhe si një pension minimal. Ju përmendet ushtarakët për shkak se mendoni që ata përfitojnë dhe një pension suplementar, se pensioni i pleqërisë edhe për ushtarakët është e njëjtë me pensionet e tjera të çdo lloj profesioni. Nuk ka ndryshim një pension ushtaraku, po them, flas për pensionet e pleqërisë. Nëse një ushtarak përfiton një pension suplementar, dhe kjo indeksohet edhe pensioni suplementar, kjo ka të bëjë pikërisht me kontributet shtesë që paguan një ish ushtarak. Një ish ushtarak ka paguar 5% më shumë kontribute për sigurime shoqërore të pagës, më shumë se sa, po them, kategoritë e tjera të punësuarve apo të vetë punësuarve, që do thotë dhe ligji jep të drejtë në bazë kontributeve që ata kanë paguar suplementare, do të përfitojnë edhe pensionet suplementare. Por nëse do të flasim vetëm për pensionet e pleqërisë, edhe ushtarakët, masa e pensionet e pleqërisë i llogaritet në të njëjtën mënyrë si llogaritet masa e pensionet e pleqërisë si gjithë kategoritë dhe gjithë profesionet e tjera. Nuk ka ndonjë ndryshim. Por kjo që doni të thoni juve dhe unë do të isha dakord, është që në vlerë absolute, nëse themi që do të kemi zvendësimin e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, dhe kjo bëhet nëpërmjet këtij koeficienti indeksimi, unë do të thoya që ndoshta duhet të ndërhyet për të patur dhe në vlerë absolute të njëjtën gjë. Nëse çmimet e shportës në muaj kot, po them, nuk kanë rritur 500 lekë, por janë rritur më shumë, dyfishin 1000 lekë, atëherë kjo të parashikohet ndoshta në reformat që do ndërmerren më pas, që qytetari apo një pensionist ta ndjejë që vërtet nëse çmimet gjatë këtij viti kanë një rritje, flas për çmimet e shportës, kanë një rritje që ndryshon në 1000 lekë dhe rritja minimale që duhet jetë për këtë jetë 1000 lekë. Për kategoritë e tjera, unë mendoj që duhet të vazhdojë norma ligjore që të indeksohen në bazë të koeficientit të indeksimit të rritjes së çmimeve të disa produkteve ushqimore apo shërbime.